Këta po na thonë se nuk ju llogaritim dhe nuk do t'ju llogaritim as në të ardhmen, kur do të jetë në pikpyetje që të pësojmë ne si popull. Sepse kësi reagimesh për marrëveshje të reja shoqënore dhe kësi koordinimi mes pozitës e opozitës maqedonase nuk kishte kur në do të shpirti neve kushtimisht. Sepse krejt këto që i përmendim të kalume, janë kryesisht me viktima shqiptare. Ndaq të fillëm kryesisht. Pjesa dërmuse, Paleri nëse dush të fillojmë prej të Paleri, mbi 90%. Edhe Avion Peksi pat diçka. Mbi 90%. Mirë po tash kur e ndjetën në lëkurët vete pak në mënyrë ma serioze, tash janë të gatshëm edhe për marrëveshje të reja. Po kjo marrëveshje, mendoj unë se nuk janë vetëm këto tre që i përmendin. Unë mendoj se këtu temë tjetër është edhe lëvizja shprehimisht kahja e Maqedonisë në edhe në proceset integruese të EU-s, po të BE-s, por edhe qasja kundrejt shqiptarëve në të ardhmen.